Një mjek shqiptar në Kanada ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me makinë. Lajmin e ka konfirmuar vetë ambasada e Shqipërisë në Kanada, teksa ambasadorja Artemis Kostamalo ka ngushëlluar familjarët e të ndjerit. Agronalia shërbeu si mjek dhe profesor i asociuar në shkollën e mjekësisë dhe stomatologjisë në London në provincën e Ontarios. Me dhimbje të thellë mësuam lajmin tronditës për ndarjen e parakoshme nga jeta të doktor Agronalia. Në emër të ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kanada dhe në emrin tim personal, shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes së doktor Agronalia për këtë humbje të pazëvendësueshme. Doktor Agronalia ishte një figurë embleme komunitetit shqiptar në Kanada, një profesionist i përkushtuar në fushën e mjekësisë dhe një njeri me shpirt fisnik që kontribuoi me dashuri, përkushtim dhe integritet në shërbim të njerëzve dhe komunitetit, veçanërisht në Hamilton dhe London, aty ku edhe shërbeu si mjek dhe profesor i asociuar në shkollën e mjekësisë dhe stomatologjisë në London, në provincën e Ontarios. Humbja e tij la një boshllëk të madh jo vetëm për familjen e tij, por edhe për të gjithë ata që patën fatin ta njenin e ta vlerësonin. Në këto momente të vështira, shpreh gjithë mbështetjen time dhe uroj forcë e durim familjes së doktor Alia për të përballuar këtë humbje. U presh në paqe doktor Alia. Kujtimi për ty do të qëndrojë përgjithmonë në zemrat dhe mendjet tona. Me respekt, mirënjohje dhe mall të thellë për njeriun fisnik, mjekun e përkushtuar dhe mikun e dashur që ishe, shkruan ambasadorja shqiptare.